10 vjet më parë u formua televizioni i parë kombëtar privat shqiptar me teknologji të avancuar digjitale, në kohë kur në Maqedoni shqiptarët kishin vetëm disa orë program në gjuhën amtare. Për herë të parë në historinë e Evropës u hap një televizion dygjysor, i cili shumë shpejt me Departamentin e Informacionit mori rolin kryesor jo vetëm të informimit, por edhe të ndërtimit të opinionit në shoqëri. Ky televizion kultivonte idenë e bashkëjetesës në kohë kur marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni ende ishin të brishta, si pasojë e konfliktit të vitit 2001. Alsat pushtoi tregun kryesisht me redaksin informative të lajmeve, por edhe me misione politike, shoqërore, argëtuese dhe sportive, gjithë këto produkti vetë televizionit. Ideja televizionit Alsat mori jetë në Tiranë, u regjistrua më 11 shtator të vitit 2000 si televizioni kombëtar satelitor SHA nga Fondacioni Velia. Në vitin 2003 Alsat lëshoi sinjalin e parë në satelit, me një program 24 orësh në Shqip dhe me një publik prej 10 milion shikuesish, jo vetëm në trevat me shqiptar, por edhe në Evropë, SBA dhe në Kanada. Por ideja nuk u ndal këtu, pasi që vizioni afatgjat ishte që të bëhet një lidhje mes kryeqendrave Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Kështu 3 vjet më vonë filloi me punë edhe televizioni Alsat M. Pronari Alsat M, Ferik Velia, falenderoi të gjithë ata që kanë kontribuar për jetësimin e idesë së bashkëjetesës dhe të informimit të drejtë në kushte shumë të vështira. Është e qartë se Alsat M nuk është projekti im. Ideja dhe projekti ishte vizioni babait tim shumë vite më herët, i cili me guximin jo vetëm e nisi, por edhe pa të luzonte. Sot, pas 10 vitesh, ne të gjithë jemi dëshimtar të një suksesi të jashtëzakonshëm, jo vetëm në sferën e informimit, por në të gjithë segmentet e jetës. Një ide se Alsat M, në një vend ku diversiteti, për fat të keq, konsideroi problem dhe jo përparësi, nuk ishte as pak lehtë për të realizuar. Si pronar dhe mëkëmbës e këtij projekti, së pari po flas nga aspekti financiar. Injorimi që na bënte sektori privat ishte i madh, duke mos dashur të pranonte faktin se Alsat M përshëndrohej në një faktor të rëndësishëm në sferën e medias. Kuptohet, nuk kanë munguar as presionet politike, të cilat herë haptazi e herë fshehurazi nuk reshtën asnjëherë. Megjithatë, siç thot proverba popullore, çfarë nuk të vret, të bën më të fortë. Ne ja kemi dalë, dhe do t'ja dalim, ja ku jemi, më të fortë, e më profesionist, më përvojë, e më me ndikim, për një të njëjtën kohë edhe më shumë përgjegjësi. Në 10 vjetorin e themelimit të Alsat M që u shënua mbrëm, ishin të pranishëm personalitetet të shumta të jetës politike dhe shoqërore, gazetar, njerëz të artit, kulturës dhe të sportit. Edhe optimistët më të mëdhenj nuk kanë mund para të supozojnë se Alsati do ngrihet në një nivel kaq të lartë medium të njohur në Maqedoni, por edhe jashtë Maqedonisë. Ideja u realizoi ideja e Zotit Ferik Velia, të cilin fatkeqësisht nuk është ndërmjet nesh më, i cili të realizojë një projekt kaq të dobishëm për popullin shqiptar. Dihet se Alsati ka edhe mirënjohje të njohur prej Evropës si televizion për këtë i vetmin Maqedoni që i plotson të gjithë kushtet e ambientit ku jetojmë si shtet edhe si popull. Por kjo është e veçantë në kuptimin cilësor, jo vetëm nga sasia të numërojmë vitet, por të numërojmë ca vitet të cilët kanë bërë kthesa jashtëzakonisht të rëndësishme në inkuadrimin e sistemit të vlerave në një shoqëri, bile në këtë dekadë të fundit që kemi qenë goxha në errësirë informatike. Alsat ka qenë një dritare e pavarur, një dritare që ka trajtuar posaçërisht tema me relevancë dhe interes publik. Edhe pas 10 viteve, mund të them me gojen plot, që Alsati në një farë mënyrë e modernizoi hapësirën e komunikimit masiv. Arriti këtë gjë ta bëj me involvimin e teknologjisë së re dhe ndjekjen e teknologjisë së re. Arriti duke ngritur nivelet profesionale të emitimit. Televizioni Alsat me vërtetësinë, me emisione që ka paraqit, me informacione që ka dhënë, më thotë ka bërë shtrirje edhe për te shqiptarëve, që është një punë për të përshëndetur,
ka bërë një punë të madhe në drejtim të afrimit komuniteteve, të promovimit të kulturave në radhë dhe para saj shqiptare, për ta kuptuar bashkëqytetarët tanë Macedonës. Se poklonив заради 10 години и тоа баш овие последни 10 години да се издржи во Македонија да се биде независен медиум. Се надевам дека пораката која што ја испраќа Алсатем од секојдневното имитување и како мултиетнички медиум, навистина е охрабрувачка порака до сите оние медиуми кои што не се независни. Во Македонија огромен процент на медиумите не се независни. Алсатем е првата телевизија во Република Македонија која што нуди програма и на албански јазик на територијата на целата држава. Сметам дека во изминатиот период постигнаа многу во секој поглед, не само во делот на информативната програма. Во делот на информативната програма, мислам дека во делот на албанските медиуми во Македонија сега за сега немаат конкуренција. Единствена телевизија која го отвори патот за Европска Македонија, единствена телевизија која што покажа како се гради и како треба да се негува и како треба да се развива мултиетничноста во Република Македонија. Televizioni Alsat ka luajnë shoqërinë në Maqedonisë edhe shumë për hapur veçanërisht këtë pjesë shqiptare, një rol shumë të madh në kulturë veçantë edhe në biznesin edhe në ekonominë përgjithshëm. Për punën e bërë në këto 10 vitet e ekzistimit, Alsatm është nderuar me çmime të shumta për kontributin që ka dhënë në ndërgjegjësimin e popujve mbi segmente të bashkëjetesës, sundimit të ligjit, barazisë e të tjerë. Elementi i dygjuesisë dhe iniciativa e ngritjes së urave të komunikimit nga Alsatm është përshëndetur edhe nga Komisioni Evropian në një nga raportet e tij të progresit.